Këtë javë një artikull I bujshëm në Washington Post mori në mbrojtje prokurorët progresiv të distriktit, të cilët u ngritën në detyrë fal parave të fushatës së miliarderit George Soros, duke I portretizuar këta prokurorë si reformator me qëllime të mira të rrethuar nga republikanët racist. Por ndërsa mbështetësit e krahut të majtë të Sorosit janë të emocionuar nga mënyra se si financimi I tij ka transformuar rrënjësisht drejtësinë penale në të gjithë Amerikën, ajo çfarë nuk e pranojnë janë rezultatet katastrofike. Përmes donacioneve të drejtë dhe të tërthorta, Soros ka derdhur para në një numër marramendës garash për DA në të gjithë vendin. Deri në vitin 2023, prokurorët progresiv kishin jurisdiksionin mbi të paktën 20% të popullsisë së SBA-s dhe gjysmën e amerikanëve që jetonin në qytetet më të mëdha të saj, raporton Matt Palumbo në librin e tij Trashëgimtari. Prokurorët e distriktit të financuar nga Soros kanë fituar në Tampa Bay, Denver, Orlando, Virginia Veriore, Portland, Los Angeles, San Francisco, Boston, Philadelphia, St. Louis, Dallas dhe shumë të tjera. 126 prej tyre kanë mbajtur poste në një moment të caktuar, sipas qendrës së kërkimeve të medias. Gjatë dekadës së fundit, vetëm pac I Sorosit për drejtësi dhe siguri publike ka shpenzuar para në të paktën 62 zgjedhje paraprake dhe të përgjithshme, sipas raportit të WAPO, duke fituar 77% të kohës, pa pasur nevojë të shpenzojë shumë për të dëmtuar ato zgjedhje lokale që zakonisht ka shpenzime të ulta. Por pika kyçe nuk është madhësia e investimit të Sorosit në secilën garë, është frekuenca e përfshirjes së tij dhe shtrirja e saj në të gjithë vendin. Në vitin 2016, Politico shkroi për riorganizimin e heshtur të sistemit të drejtësisë në SBA nga Soros, duke përshkruar se si ai njihte racat e DA si një mundësi të pashfrytzuar për të ribërë qytetet sipas ideologjisë së tij progresive. Sorosi e kuptoi se këto raca janë veçanërisht të ndjeshme ndaj ndikimit të jashtëm. Pak votuese dinë se kush është prokurori I distriktit të tyre, pavarësisht të rolit të madh të prokurorit të përgjithshëm në formësimin e zbatimit të ligjit kundër krimit. Siç pranoi zëdhënësi I Soros, Michael Vachon, ne filluam një lidhje. Filozofia e të ashtu quajturës, ashpërsi ndaj krimit, është diskredituar në shumë komunitete. Ai ka të drejtë dhe rezultatet janë katastrofike. Besimi themelor që ndajnë këta DA progresiv është se ndryshimi social sistemik, jo ndjekja penale agresive është përgjigje ndaj krimit. Kjo ideologji përputhej në mënyrë të përkryer me ngritjen e politikës së zgjuar, e cila u ahidhte fajin sistemeve për problemet dhe u përqendrua mbi të gjithat e identiteti. Kjo është arsyeja pse thelbi I reformës së tyre radikale në drejtësinë penale përfshinte eliminimin e lirimit me kusht, refuzimin e ndjekjes penale të veprave të lehta penale dhe kufizimin drastik të përdorimit të përforcimeve të dëmtimeve, të tilla si tregoditjet. Kjo nënkuptonte eliminimin e efektiveve të drejtësisë penale duke rikthyer në rrugë më shumë kriminal, madje dhe shkeljes të përsëritur të ligjit. Javën e kaluar në Chicago, Lawrence Reed, një burr me një rekord prej 72 arrestimesh dhe 8 dënime për krime të rënda, I vuri flakën një gruaje të re në linjën blu të CTA-s. Në Denver, muajin e kaluar, shkelësi I përsëritur, Charles Colley, hyri me forcë në shtëpinë e Kevin dhe Sarah Ruth, pasi pagoi një garanci prej $500. Kulli është përsëri në rrugë, në pritje të gjyqit. Dhe këto histori rrëqetëse nuk janë të rastësishme, ato pasqyrojnë të dhënat që tregojnë se si prokurorët e mbështetur nga Sorosi e përkeqësuan krimin. Në vitin 2021, Philadelphia në ndërtimin e prokurorit të përgjithshëm të Sorosit, Larry Krasner, theu rekordin e saj të gjitha kohërave për vrasje, ashtu si edhe 12 qytete të tjera me prokuror të përgjithshëm progresiv. Në Chicago, në ndërtimin e prokurores së përgjithshme Kim Fox, krimi I përgjithshëm I raportuar u rrit me 369% midis viteve 2019 dhe 2023, I nxitur kryesisht nga rritjet e mëdha të krimeve kundër pronës, si vjedhja e automjeteve. Qytetet të tjera të mëdha patën rritje të ngjashme. Në Oregon, në ndërtimin e DA Mike Schmidt, I financuar nga Soros, politikat e dekriminalizimit të drogës përkuan me një rritje të madhe të vdekjeve nga mbidoza e drogës, të cilat u trefishuan nga 280 në vitin 2019 në 956 në vitin 2022. Dhe siç kanë vënë në dukje Rafael Manguel, në vendet ku krimi I dhunshëm ka rënë, kjo është kryesisht për shkak të efektit parandalues të rritjes së policimit. Shumë votues kanë filluar dhe njohin rolin e jashtëzakonshëm që luan DA-ja në sigurinë publike dhe po kthehen kundër reformës në drejtësinë penale. George Gascon, prokurori I distriktit të Los Angelesit, I cili mbijetoi disa përpjekjeve për shkarkim, u shkarkua përfundimisht në vitin 2024 dhe të paktën 21 prokurorë të tjerë të lidhur me Sorosin janë zëvendësuar nga homolog të ashpër ndaj krimit që nga viti 2022. Thënë thjesht, lëvizja e Sorosit ka dështuar. Pyetja është se edhe për sa kohë do duhet të vuajnë komunitetet përpara se prokurorët progresiv të pranojnë këtë.